Ambasadori Amerikan Christopher Dell tha sot se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe Shtetet e Bashkuara do mbështesin shtetin e ri në proceset e integrimeve euroatlantike. Ai bëri këto komente pas takimeve të para me drejtuesit e lartë të Kosovës pak ditë pasi mori postin e ambasadorit të dytë të Shteteve të Bashkuara në Prishtinë. Duke i dorëzuar presidentit të Kosovës Fatmir Sidiu letrat kredenciale, e siguroi atë për mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Zoti Dell tha se politika amerikane ndaj Kosovës është e thjeshtë dhe e qartë. First, the independence of Kosovo is irreversible, and the US support for Kosovo's independence will be unwavering. E para, pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe mbështetja amerikane ndaj pavarësisë së Kosovës është e palëkundshme. E dyta, ne jemi të përkushtuar për projektin e përbashkët të ndërtimit të një vendi demokratik, ligjor, shumë etnik, tolerant e përparimtar, që do të bëhet antar i familjes transatlantike dhe evropiane. Ai tha se janë disa detyra të përbashkëta duke filluar nga ndërtimi i institucioneve të qeverisjes për të bërë Kosovën shtëpi të përbashkët të gjithëve, për të vendosur themelit e një ekonomie të qëndrueshme dhe për të vendosur sundimin e ligjit, si dhe për të punuar bashkë me partnerët evropian për të quar Kosovën drejt familjes evropiane. None of them will be easy, but I've been told to come here, to roll up my sleeves, get to work. Asnjë prej këtyre nuk do të jetë e lehtë, por mua më është thënë të vi këtu të përvesh mëngët dhe të punoj për t'ju ndihmuar për përmbushjen e tyre. Ambasadori Dell shprehu bindjen se tërë këto projekte të përbashkëta do të përmbushen duke u mbështetur si ta jo vetëm në lidhjet e fuqishme historike ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara, por edhe në parimet të përbashkëta që lidhin të dy popujt. Presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu shprehu mirënjohjen e tij qeverisë dhe popullit amerikan për mbështetjen e vazhdueshme për Kosovën. Është kënaqësia jone e veçantë po ashtu se zoti Dell është një njohës i mirë i gjithë të zhvillimeve dhe rrethanave në Kosovë. Ka qenë edhe në kohë më hershme dhe ka udhëhequr me sukses misionet amerikane në Kosovë, dhe ne do të kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht të ngushtë me të dhe me gjithë ekipin që ky do të udhëheqë. Prandaj shprehim edhe një herë konsilatat më të larta, dhe natyrisht konsilatat e përhershme dhe falënderimet për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbështetjen e tyre të përhershme që kanë dhënë Kosovës. Ambasadori Christopher Dell kishte udhëhequr zyrën amerikane në Prishtinë në vitet 2000-2001, periudhë rimëkëmbjes së vendit që posa kishte dalë nga lufta. Atë bota kishte luajtur një rol të rëndësishëm edhe në përpjekjet për shtendosin e gjendjes në luginën e Preshevës, e cila ishte përfshirë në konfliktin ndërmjet forcave qeveritare serbe dhe kryenjëritëve shqiptar. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.